Përshëndetje vajzat e mia, përshëndetje kudo që jeni. Ju uroj në tarua një javë të mbarë dhe fundjavë më saktë. Dhe ju uroj në tarua gjëra që i keni kërkuar, i keni menduar dhe i kërkoni dhe i mendoni emocionalisht vazhdimisht. Kjo është faqja ime vetme, Taro Energji 1. Ju e dini shumë mirë, në tarua nuk dërgon askund mesazhe dhe nuk bën parashikime me një pyetje apo me dy pyetje në privat. Janë seancat, janë dy seanca, një seancë është e plot, një seancë është, domethënë një është një orë, një është 40 minuta, gjithmonë në varësi të kostos që ju doni. Vazhdojmë. Këtu kam hedhur 3 letra momentalisht, por unë do ta shikoj pak më tepër këtë parashikim sepse më pëlqejnë letrat më saktë. Dhe kemi hedhur mbaj mendjen e hapur, kujdes nga mashtrimet, ke persona me mask dhe ndjenjat romantike. Parashikimi në fillim tregon që ka diçka në jetën tënde që të lidh me një person të jetës tënde apo me dikë që kërkon komunikim. Ti si person. Kjo letër e parë na tregon ose më saktë mbaj mendjen e hapur, të tregon që ti ke dëshirë të tregon më saktë të dëshira jote të plotësohet, do një person që të rikthehet në jetën tënde dhe nuk është ashtu si ti e pret. Në fakt, sepse ky vjen në mënyrë të tërthort, nuk vjen drejt për drejt. Është një justifikim nga ai që në fakt në të vërtetë ai ka një mall ndaj teje dhe po e fshen këtë mall. Universi të thotë mos e paragjyko me njëherë, qëndro e qetë sepse ai do gjej mënyrën që të afrohet dhe e shikoj që ndjenja ekziston nga ai, por ai ka një mënyrë ndryshe për ta shprehur. Vem tek ndjenjat, vem tek letra e dytë, tek maska, maska emocionale do të thosha që dikush nga ju ose ai person në këtë letër në tregon që është një letër ose një kartë qendrore që është në mes dhe është shumë e fortë. Aktualisht ai tregon që po i fshen ndjenjat e vërteta ndaj teje dhe prandaj mban dhe maskën, por gjithashtu shikoj që nuk i intereson ose ka kaluar çdo gjë ose keni parasysh, por brenda tij ka një interes tjetër, ka një keqardhje, ka një tension, ka një mall dhe kërkon që të rikthehet, por në disa raporte ky tregon që ka një ndikim nga një person tjetër, mund të jetë motra, i vllai, njerëz që nuk e lën të vijë tek ju, ose mund të kenë dhe miq të tuaj të përbashkët që keni disa miq dhe i thonë jo, mos vazhdo. Por ndjenjat janë romantike midis jush dhe kjo konfirmon që ndjenjat midis jush janë reale. Ai po përpiqet që t'i fshehë këto ndjenja, po ato nuk janë shuar ende. Në fakt, shikoj që shpesh herë këto kohët e fundit, në përparashikime që kemi bërë, kemi pasur kontakte të buta nga një mesazh, për të mbajtur terrenin hapur, për të parë se si do reagojmë ne, por me sa shohim në këto 3 letrat që kemi hedhur, e shikoj që ai mendon për ty. Është ende akoma në atë ndikimin e frikës, ose se ka dhe meshkuj që u vjen turp, moj. Ka dhe meshkuj që unë të vjen turp, sepse është një gjysmë tetori aktualisht, po vem në gjysmën e tetorit edhe shikoj që ti kërkon një shenjë indirekte këtë moment, si për shembull një telefonat, një mesazh, ose një person që të vi të flasi për të. Por në të vërtetë shikoj që është një test për të parë nëse ti je duke pritur këtë person apo jo. Me sa shikoj këtu, ti po mban një qëndrim të qetë, të hapur, dhe me sa shikoj unë je zemëruar, sepse po mban një dinjitet brenda vetes tënde. Vem tek parashikimi dali një sekundë se i kam vënë letrat çik ndryshe. Po i gjeta se i kisha vënë një mbi një dhe okej. Lodhem kur flas dhe ju kërkoj ndjesë për këtë pauzën e vogël, por pam në rreshtin e sipërm ishte një energjia që u lidh juve, me shpirti yt binjak, lidhja karmike, që është në atë fazën që ti don. Do me thënë, do një dashuri të vërtet, do që ai të vinë në drejtimin tënd, të vinë në momentet papritura, të bëjë një surprizë. Dhe shikoj që këtu aktualisht mban maskë ky zotëria. Okej, mban maskë dhe vazhdon ta mbaj maskën sepse ai fshen ndjenjat. Ndërkohë shikoj që ti je duke ruajtur krenarinë dhe je krenare. Shikoj, sa krenare. Ky e fshen krenarin.
Por po ta shikojmë, do thoni unë nataro pa të mbas çfarë ka. Janë personat e tretë që s'ju lëm të jeni bashkë. Sepse keni ndjenja me njëri tjetrin, sepse ndjenjat tuaja nuk janë zhdukur akoma. Okej? Prandaj është kjo romantic feeling, ka ndjenjë. Pavarësisht se çfarë ka ai në jetën e tij reale, ndjenjat e tij nuk janë zhdukur ndaj teje. Dhe ky po i mban, keni parasysh po i mban shtypur këto ndjenja. Ai të ndjen akoma. Dhe këtu shikojmë që në rreshtin e dytë të letrave na tregon që të kujton me dashuri, të kujton me një dashuri që të ka lënë në pritje. Edhe shumica nga ju, me sa shikoj dhe me sa ndjej, jeni në një pritje për një kohë të gjatë. Por unë do të thosha që mos pranu më pak sa që meriton zemra jote, sepse zemra jote kërkon një dashuri të plotë. Dhe vemi tek letra e dytë. Këtu më tregon që është koha për të pastruar energjitë dhe lidhjet e vjetra, por qofshin emocionale, qofshin shpirtërore, sepse është një moment që të gjithë ju këtë moment duhet të harroni vargojnë të energjive tuaja. Do me thonë që nuk duhet ta mbani më këtë situatë, sepse jeni një vend numëror për një kohë të gjatë. Por gjithashtu separate-n. Do të thotë që është koha larg njëri tjetrit, është e nevojshme të shëroni veten tuaj. Nuk do të thotë jeni në një fund të prershëm ose një ndarje përfundimtare, por universi kërkon që të ndani energjinë të dyja. Pra, kjo pjesë në lidhje me Tetorin, është një lidhje me Tetorin, është një lidhje që në të dyja shtrirjet me na 3 letra që bëra, është një lidhje e fortë energjike, por ndjenjat e fajit dhe frika nuk e lën atë të vi, dhe është në heshtje për momentin. Kjo të të bën ty të çlirosh çdo pritje, çdo frikë që ke pasur dhe të përqendrohesh tek vetja jote. Do të thuash që në nataro po emocionet duhet i lirosh emocionet dhe të ndjesh thjerrjen që energjia jote këtë moment të rikthen. Pra, ka shumë mundësi se pas një ndarjeje do ketë një kontakt, besoj në fundit tetorit ose fillimi nëntorit. Pse po e them këtë? Sepse ti je në ankth dhe po e kërkon vazhdimisht. Tani, a do e kërkojmë fizikisht këtë person që të rikthehet në një komunikim në distancë? Dhe me sa shohim këtu, se i kam hedhur pak më parë letrat që mos marr minuta më shumë, okay? Shikoj që ti këtë moment duhet të tregosh mendje hapur, pavarësisht se jeni një kombinim midis dashurisë dhe zemrës hapur, por duhet të realizosh atë që ke pritur gjithmonë. Sepse ti je gjithmonë duke rikthyer në të njëjtin vend, duke pritur këtë person dhe tregon një dëshirë shumë të fortë nga ana jote. Ai ende e don ndjesinë që ka me ty, por me sa shikoj këtu është një fazë ku kërkon që ti ta manifestosh fuqinë e tij, një dashuri që të jetë e qëndrueshme. Pra, letrat me sa shikojmë këtu, shikojmë që ka diçka në jetën tënde që ti aktualisht duhet ta manifestosh, sidomos letrën që kishim këtu të dytën. You deserve love. Do të thotë që mos e ul standardin për ta pritur, por le të vim nëse ti je gati për këtë dashurinë e vërtet. Vem tek letrat e dyta që na tregon The Lovers, relaxin, your ex dhe një lidhje shpirtërore që kjo është një lidhje që ti ke fshehur për kohë të gjatë, është frika, ndikimi i personave të tretë, sepse keni persona të tretë, okay? Dhe kjo këtu shikon që mbase your ex, do të thënë personi i së shkuar bashkë me një të tregon tani që energjia duhet të lirohet, sepse është një lidhje vjetër, duhet ta largosh. Është dashuria në një nivel tjetër. Ti meriton një dashuri të pastër. Dhe këtu tregon që ti vërtet ke mall për atë person, por je bllokuar nga zgjedhjet, sepse ai ka bërë zgjedhjet e veta dhe shikoj që ka një marrëdhënie tjetër, në thonjza, që nuk e ka mbyllur plotësisht. Dhe kjo është e vërtetë, sepse këtu shikojmë që ka diçka akoma në energjinë e së shkuarës. Do me thonjë që ai akoma, sepse ke rënë me 5 kupa këtu, që ka persona të tretë, do me thënë, sepse kishim ndjenjat romantike, kishim separate, dhe këtu shikoj që është një dhimbje zemrës dhe ai e ndjen këtë mungesën tënde. 5 kupat. Është një letër e pendesës, do me thënë që, por dhe e mallkimit në të njëjtën kohë, që disa nga ju mendojnë sikur kjo dashuri është e mallkuar, nuk mund të jeni bashkë, por në të vërtetë ai fshet diçka mbrapa, nuk ka guxim të bëj hapin e parë, Zoti ose universi po e mban këtë ndarje si periudhë shërimi për të dy, okay? Dhe megjithatë kjo energji romantike dhe e ndjerë, do të thosha, mbetet akoma sepse nuk shikoj ndarje 100% për ju. Okay, në këtë parashikim, shikoj që ti këtë moment po e ekuilibron jetën tënde, po e ekuilibron të ardhmen tënde, si nga ana emocionale, ashtu dhe nga ana duke rindërtuar çdo ditë më shumë. Pra,
unë shikoj që këtu në fundit të torit me fillim nëntori, shikoj që ky person do rikthehet në jetën tënde, por ti duhet të jesh i qetë. Duhet të jesh i qetë dhe mos e përplas këtë person midis dëshirës që ke që ta kesh, po dhe fajt që ta bësh me faj atë person. Okej? Pra, jeni një fazë të fuqishme shpirtërore, liroj energjinë e pritjes, komunikimi do të ndodhë në fund të muajit ose në momentet që ti je plotësisht e qetë. The Lovers këtu na tregon që ti aktualisht ke një lidhje që nuk ka mbaruar ende, vetëm kërkon një pastrim të thellë emocional. Pra, nëse ti dëshiron më shumë të bësh një shpjegim numerologjik të datave tuaja dhe të atij personi në muajin tetor, jemi këtu për një kontakt. Ju uron në ta ruaj një ditë mbar.